Të pamje vijnë nga rezervuari i fshatit Goraj në bashkinë Kuçov, i ndërtuar gjatë viteve të socializmit si një grumbullues ujë për vaditjen e tokave në zonën e Lapardhas dhe fshatrave përreth. Sot ky rezervuar qëndron si një bukuri natyrore e cila ndodhet rreth 4 kilometër larg qytetit të naftëtarëve. Çdo kush mund ta vizitojë dhe të peshkojë, duke kaluar disa çaste në natyrën e qetë, të zbukuruar nga dora e njerëzit ndër vite. Përreth tij shtrihet një peizazh i mrekullueshëm kodrinor, i mbushur me ullinj, ku toka, uji dhe gjelbërimi krijojnë një harmoni të veçantë. Rruga gjarpëruese mes kodrinave ofron një udhëtim të këndshëm drejt këtij destinacioni, duke sjellë natyrën më pranë vizitorëve. Vitin e fundit, institucioni i Bashkisë Kuçov, nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, ka sjellë risi për zhvillimin e parqeve natyrore dhe kurative brenda territorit të bashkisë. Ky rezervuar dje dhe sot mbetet një nga mrekullitë e kësaj zone, duke ofruar jo vetëm bukurinë natyrore, por edhe një burim jetik, uji për një rol të rëndësishëm në vaditjen e tokave dhe rritjen e prodhimeve bujqësore, të cilat tregtohen në qytetin e Kuçovës me një cilësi të lartë dhe karakteristika të veçanta. Banorët e zonës kujdesen me përkushtim për këtë ujëmbledhës, duke e ruajtur dhe mirëmbajtur ndër vite, pasi është një pasuri e çmuar për ta dhe për brezat e ardhshëm.